shumë shpesh edhe kompromiset në zgjidhjen e problemeve dhe ti nuk mundesh me i dhënë vot dikujt i cili e ka kriju një situatë tillë dhe normalisht si kryesues i kuvendit pastaj e ka edhe fuqinë për ta vazhduar këtë bllokadë apo këtë logjikë cilën e kanë ndjek disa vite me radhë. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka qëndrimin e saktë, ne nuk kemi ndruar asnjë qëndrim, t'ju them drejtën, qëndrimet tona pothuajse janë unike bashkë edhe me kryesinë edhe me grupin parlamentar dhe qëndrojmë pas atyre qëndrimeve. A besoni që ka zgjidhje prej kësaj situate, me qenë se ju pak a shumë e latë edhe në dorën e partive të tjera që ta bëjnë shumicën e nevojshme, duke thënë që ne nuk votojmë asnjë kandidat, partitë e tjera nëse duan mund të përfshihen në këtë situatë? Po, unë besoj që në një situatë normale, politike, kjo duhet të i kalohet, sepse është të i kalushme, por duhet t'ullen, duhet të diskutojnë këto dhe duhet ecët për para. Po flasim për një fuqi jashtëzakonisht madhe të paret edhe për mos me kriju këto numra është diçka që duhet diskutohet gjatë. E tha edhe kryetari i LDK-s Abdi Xhiku që po t'i kishte këta numrat e vetëvendosjes do ta krijonte mazhorancën edhe qeverinë. Edhe presidentin, padyshim. Edhe presidenti. Po, realisht, çdo qeveri e cila formohet tani duhet t'i ketë numrat edhe për pjesën duhet t'jetë një qeveri stabile për me vazhdu tutje, sepse ngërçi politik i cili mund vijë në mars është shumë afër. Do flasim për disa muaj edhe normalisht që duhet po numrat janë jashtëzakonisht mëdha, normalisht kryetari Abdi Xhiku e ka përmend edhe në konferencë, po t'ishin këto numra padyshim që ne do ta zgjidhnim dhe do të vazhdojmë. Dhe u tha dhe gjatë ditës që jeni të përgatitur për të qëndruar në opozit. Është për të diskutuar, Xhaferi, kjo qasja juaj edhe ndaj partive të tjera. A nuk keni asnjë lloj mundësie ta konsideroni një qeveri me PDK-n, AK-n, Nismën dhe deputet të tjerë pa vetëvendosjen? Jo, shiqani, jemi në një fazë ku ne nuk dojmë me pas rol, realisht në këtë fazë në cilën jemi, padyshim që i takon të parit të krijojë situata dhe të ecë përpara me numrat që ka numra jashtëzakonisht shumë edhe normalisht që në kushte normale mund të krijohet situatë e mazhorancës në kuvend edhe për me vazhdu tutje edhe me pjesën e qeverisë. Sa është më mirë për LDK-n me qëndru në opozit në këtë legjislaturë? Po, ne e kemi thonë në çdo diskutim në cilën e kemi pas edhe në media, ne në këtë format cilën jemi partia e tretë dhe mendojmë që kjo është logjika në cilën po dojmë me ndjek, është në këtë fazë jemi në pjesën e opozitës edhe kështu që kjo është strategji